A bëhet kurban për martesë? Po, bëhet kurban për martesë. Ditën e dasmës, therr kurban, i mish fukareve, ftoj njerëzit nga ngosti, po. Ama kurban martese, që thoti me që u bë martesa duhet bëjmë kurban, nuk ka kështu fiks, por nëse e bën me niyetin, erdhi dikush tek pejgamberi sa më të tha pejgamberi i Zotit, jam martu, tha. Hajt qof për hajër. Boni duan pejgamberi alayhis salatu wassalam, barakallahu leke wa baraka aleke wa jama bainuk ma fi khair. Tha, ke bo gosti? Tha, ja, s'kam bo. Tha, bëj gosti qoftë edhe me një dash, ose dele me një. Bëj gosti qoftë edhe me një dele, pra me kuptimin me që u martove. Mos u gëzo vetëm, por gëzo edhe njerëzit, të bëjnë dua për ty, të bëjnë lutje për ty. Vetëm për vete, ose bëj egoist. Pra në këtë kuptim, po, a mo që tushti, gjo, kur jam martu unë, nuk kam bo kurban. Tani a do të bëj kurban me që s'kom bo atë, jo, s'ekziston kjo gjëja në islam. Nuk ekziston. Kurban martese nuk ekziston në islam. Në qofse ti kur martohesh, therr 10 kurbane, ushqen njerëzit, ose theri viç. E tha, bëj gosti qoftë edhe me një dele, ose me i dash. Je po du me therr viç, mashallah. A duhet mushi moshën vi, s'ka lidhje me këtë kurban bajramin. Mund tjetë viç i 6 mush, s'ka lidhje. Mund tjetë delja, mund tjetë qingji 3 mush. E të bo kurbanet për shumë për dasëm të edhe, sa veta kam fëtuar në dasëm? Kam fëtuar në dasëm për shumë 100 veta. Shumë mirë, dhe të bëjë gjithë se cili ka i gjys qingji. E qingjat janë 3 mujosh. I bje që theri sa qingja? 50. E birë. A quhet? S'ka lidhje fare.